Përshëndetje të gjithëve. Po fillojmë intervistën e radhës në prag të ndeshjes Egnatia Flamurtari. Sot ndryshe nga tjerët nuk është trajneri kampion, nuk është profesori Edlir Tetova për arsye shëndetësore, siç ju ka njoftuar dhe klubi apo dhe vetë burimet e informacionit, ka kaluar një situatë shëndetësore e cila është në përmirësim të plot, por në kujdesin e mjekëve. Shpresojmë që nesër Tetova të kthehet në gjirin e familjes dhe pranë klubit Egnatia. Sot do të jetë praner zvendës trajneri. Trajneri Julian Brahja, një futbollist i mirënjohur, kampion me Dinamon, kampion me Elbasanin, kampion me Egnatian dhe fituesi disa trofeve të tjerë Kupë Republike dhe këto. Është një nga personat që edhe pa dukur ka dhënë kontributin e tij në suksesin e trajnerit Tetova me klubin, me bashkëpunim me klubin dhe me Tauland Kumën dhe me Andi Babaj. Për më shumë fjala gazetarëve me pyetje drejtuar trajnerit Brahja. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ka qenë atmosfera në stërvitje gjatë këtyre ditëve? Se përket atmosferës, atmosfera që e mirë edhe pse, siç e tha dhe profesor Gjoda, që situata e profesor Dotovës nuk ka qenë e mirë në fillim, por gjithsesi falë Zotit diçka u stabilizua dhe profesori është shumë mirë. Çunat kanë qenë të gjithë 100% stërvitje, karikuar dhe për të dhënë më të mirën dhe nesër për nesër. A pritet ndonjë ndryshim në mënyrën e drejtimit teknik për ndeshjen e nesërme? Nuk është se kemi ndryshime nga ana taktike ose teknike. Besoj Egnatia ka filozofinë e lojës, që nuk kemi ndryshime. Flamurtari vjen i motivuar. Ku mendoni se janë pikat e forta të kuqezimve? Normalisht Flamurtari i duan pikë dhe vjen i motivuar për të bërë ndeshjen e tij. Por dhe ne shpresojmë që ne të vërtetojmë hecurinë pozitive të rezultateve. Ne kemi parë Flamurtarin, çdo ekip superior nuk është i lehtë. Gjitha ekipet pavarësisht renditjes, ne nuk i shqyrtojmë nga ana e renditjes asnjë ekip superlidhës, kështu që do të jemi 100% karikuar për të marrë 3 pikë dhe që të kemi vazhdimsinë e pozitive të rezultateve. A do të ketë ndryshime në formacion krahasuar me ndeshjen e fundit? Kemi 2 lëvizje në formacion, thjesht rotacion, jo për arsye dëmtimesh apo kështu. S'kemi asnjë dëmtuar, jemi të gjithë lojtarët janë prezent. Kështu që nesër shpresojmë të japim më të mirë në fushë për të marrë 3 pikë në radhës. A ka rikthime të rëndësishme për këtë ndeshje? Është kthyer Jem, i cili mungonte për arsye kartonash, dhe pjesa tjetër jemi të gjithë prezent. Kemi asnjë mungesë siç e thash më parë. Ku do të vendoset ndeshja sipas jush, tek intensiteti, taktika apo aspekti psikologjik? Nuk mund ta ndaj se ku ne bëjmë me çast servitës, e bëjmë gjitha manovrat, rrugdalet edhe si nga fillimi i lojës nga poshtë apo fillimi i lojës lart, ne mundohemi të bëjmë lojën tonë siç e kemi bërë gjithmonë, por gjithsesi loja ka situata ndryshme, ka dinamika ndryshme dhe ndeshja mund zgjidhet edhe me një korner, ndeshja mund zgjidhet edhe me një faull, kështu që loja ka të gjitha. Çfarë mesazhi keni për lojtarët tuaj para ndeshjes? Mesazhi gjithë çunat përkundazi nesër gjithë mundohen të japin më të mirën edhe për mungesën e profesorit Tetovës, ndoshta për t'ia bërë edhe për shesh fitoren profesorit. Por unë lojtarëve do të them të bëjnë detyrat e tyre, të jenë fiks në detyrat e tyre dhe të japin më të mirën. Juli, mendoj për kaq vite bashkë me Tetovën, përveç intervistës që do bën gazetarë dhe pyetjeve të tjera, do të kisha shumë dëshirë të dëgjoja pak fjalë nga ju, si koleg, si bashkëpunëtor, si ish futbollist për zotin Edlir Tetova. Po, siç e thatë ju, normalisht që unë me profesor Tetovën njihemi shpejt, kemi një karrierë futbollistike bashkë, si te Teuta dhe tek Elbasani, kemi qenë pjesë ekipe bashkë, kemi lozur goxha bashkë. Dhe tash prej 3 vitesh që punojmë dhe ai ka një i parë, unë zëvendësa njëri i tij. Megjithatë, unë do të them për profesorin Tetovën do të jojë shërimi sa më shpejt. Shqyr që profesori e kaloi këtë gjendje që kishte, ishte një situatë jo e mirë e tij, por me ndihmën e Zotit gjithçka është rregulluar dhe uroj që të kthehet sa më shpejt pranë ekipit, pranë klubit dhe pranë gjithë çunave se gjithë e presin dhe shpresoj që nesër edhe çunat të japin më të mirë rradh para profesor Tetovën, pastaj për veten e tyre dhe për gjithë klubin dhe për gjithë ne. Profesor, siç e tha dhe ju pak më lart që në skuadra nuk ka shumë nevojë sepse filozofia e trajnerit Tetova e din lojtarët, e dini të gjithë ju dhe është e lehtë ose e lehtë. Është vazhdimsi për të bërë
A është obligim nesër fitoria apo profesorin pa kaluar në aspektin Tani psikologjik për ne skuadrën? nuk do të kalojmë në atë aspektin se në futboll, kanë thënë dhe herë tjera, nuk ka patjetër. Futboll duhet bësh detyrat, duhet i bësh detyrat shumë mirë që të arrish rezultate, sepse fusha i ka gjitha situatat, sepse futbolli thash edhe një herë luhet fush, nuk luhet në letër ose jashtë fushë. Po megjithatë çunat duke parë gjatë gjithë javës, janë servitur shumë mirë, kanë qenë gjithë karikuar për dhënë më të mirën e tyre dhe shpresoj ajo 11 që do të fillojë nesër në fillimin dhe të gjithë çunat që janë në stol janë të gjithë përgatitur për dhënë më të mirën e tyre dhe ne për të marrë trepikshin për të vazhduar, siç e thash edhe herë, për të vazhduar me serinë e rezultateve pozitive, me fitore. Faleminderit, suksese edhe të shkuara profesore Blir Tatori.